Prive rikthehet këtë të shtunë me sezonin e 8. Çfarë ka sakrifikuar Zanfina Ismaili e në çfarë gjendje emocionale është ajo sot? Po, çka kisha pas që me tregu në këtë intervistë? Çka nuk u transmetua gjatë finales së mes Kosova? Kush u rrëzua? E cili është mesazhi argjentinases për Kosovën? Faleminderit shumë. A e ka vendos emrin e vajzës së dytë, Teuta Krasniqi. Pas shumë vitesh kthehet në ekran për të rrëfyer historinë e saj rrezarta shkurta. Çfarë thot këngëtarja për bashkëshortin që është i arrestuar? Kush e gjeti lumturinë e përjetshme që ti unë ajo që duhet ta gjej? Cila është surpriza e Sinan Vllazaliut për publikun? Do të kem derdhë dhe faqes bashku. Kur do të nisë seriali më i dashur i shqiptarëve? Çka ndodhi në prapaskenën e Kafeneja Jon? Cili bashkëpunim u anulua? Të shtunën në ora 19, rikthehet Prive me Libertas Pahijën.